Endrit, përshëndetje dhe të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Shkënaqësi. Në fakt doja ta nis me një pyetje, apo e ndryshon teknologjia trupin e një njeriu modern? Unë mendoj që teknologjia ka filluar të ndryshojë pa arritur ta kuptojmë ne realisht që ne vetë po ndryshojmë. 5 apo 7 vjeçari i fundit ka qenë një ndryshim konstant i problematikave të posturës dhe mënyrës së qëndrimit, ku njerëzit fillojnë të arrijnë të kuptojnë veten e tyre nëpërmjet fotove ose dhe shqetësimeve të cilat janë të ndryshme, siç janë shqetësimet muskuloskeletike. Por nga ana estetike ne jemi gjatë gjithë kohës duke evoluar drejt një posture jo fort të bukur. Fëmijët po rrinë gjatë gjithë kohës, domethënë gjatë gjithë kohës, rrinë me orë të tëra në telefon, kompjuter, tablet. Çfarë pasojash kanë në posturën e tyre? Atëherë, nisur nga fakti që shpeshherë kur i pyes në klinikë se sa orë rrin gjatë celularit, ma mohojnë që ta dinë realisht orën. I them, "Ok, nxirrni screen time-in se sa rrinë dhe shkojnë minimalisht 4 deri në 5 orë gjatë ditës, me mosha të ndryshme dhe shumë të vogla gjatë ekraneve, para ekraneve. Nga bashkëbisedimet që kam me mjek të ndryshëm siç janë dhe okulistët, kanë një sugjerim që ekrani duhet përdorur afërsisht rreth 30 minuta gjatë ditës. Pra, çfarëdo lloj ekrani, duke futur televizorin, tabletet dhe celularet, por është afërsisht 30 minuta gjatë ditës. Të mendojmë që një fëmijë një moshe 8 deri në 12 vjeç arrin të përdori ekranet më shumë se 3-4 orë gjatë ditës, le të themi që është një drogë e heshtur e cila po dëmton jo vetëm pjesën e shikimit, por edhe inteligjencën e tyre, por edhe pjesën e posturës. Patjetër që i dëmton sepse fëmijët e moshave të vogla nuk janë të ndërgjegjshëm për dëmet që shkaktohet trupi. Shpeshherë kam në klinikë prindër të cilët sjellin fëmijët e tyre të shqetësuar për shkak të posturës që ata kanë. Dhe një ndër pyetjet që unë bëj shpesh me ta, i them, "Të thot mami gjithmonë rri drejt?" "Po," thot, "më thot gjatë gjithë kohës." I them, "Sa herë zihesh gjatë ditës me mamin?" Mamat janë bezdishme, mundohem t'i dal në krah fëmijës që të fillojë të shprehet, por kuptohet që pjesa e qëndrimit të tyre dhe mosvedia, të cilës duke krijuar një posturë jo të vullnetshme, ata janë duke dëmtuar gjatë gjithë kohës. Mamat nuk kanë asnjëherë gabim gjatë kohës që ata i tërheqin vëmendjen, por kjo gjë nuk zgjidhet duke i thënë rri drejt. Zgjidhet duke bërë konsulta, duke u ndërgjegjësuar nëpërmjet fotove që mund të nxjerrë fizioterapistët të trupit të tyre dhe duke i shpjeguar që kjo koka është shumë përpara trupit, ky supi është pak më poshtë, kjo mënyra të qëndrurit nuk është fare e bukur, madje unë shpeshherë printoj edhe foto të tyre dhe janë nxjerr para fëmijëve dhe i them çfarë nuk të pëlqen te kjo fotoja, që është e jotja, dhe mundohet të kuptojnë atë mënyrën se si ata qëndrojnë, sepse në vetdijen e tyre nuk ata janë drejt. Dhe kjo gjë duhet filluar ndërgjegjësimi duke i bërë të punojnë bashkë me prindrit në mënyra të ndryshme për ta futur trupin më shumë në lëvizje. Edhe shmangjen e Duke i futur bashkëpunimin me prindër apo me bashkëmoshatarë të tjerë, patjetër që në tillë mënyrë fillon edhe shmanget dëshira për rrjetet sociale apo për ekranet apo për YouTube-in. Kështu që mundohemi t'i largojmë nga një botë të cilat ata janë zhytur edhe duke i sjell drejt një aktiviteti më fizik. A është koka e ulur gjatë gjithë kohës në telefon një problem real apo thjesht një problem estetik? Unë mendoj që është një problem real, sepse njerëzit po përplasen rrugës me shtyllat edhe me njerëzit e tjerë. Ne duke parë veten time shpeshherë unë kap veten në ato pak metra që bëj në këmbë, kap veten gjatë gjithë kohës duke shkruar. Edhe po të rrish vetëm të vëzhgosh në një qendër tregtare, do shikosh që shumica janë gjatë gjithë kohës me kokën ulur në celular duke pritur gratë jashtë që bëjnë shopping, ose njerëz të cilët gjatë gjithë kohës shkruajnë edhe ecin dhe nuk e kanë mendje fare çfarë ndodh rreth tyre. Unë mendoj që nuk është një problem estetik, nis si një problem estetik, por është një problem shumë i dëmshëm për pjesën e qafës. Në çfarë moshe fillojnë dëmtimet nga postura? Vazhdojnë nga fëmijët në moshën 6-10 vjeç? Le të themi që mosha në cilën ne duhet fillojmë të bëjmë konsultat e para është mosha 9-12 vjeç, por vitet e fundit kam parë fëmijë edhe të mosha më të vogla, kryesisht fëmijë të cilët janë pak mbi peshë. Fëmijët të cilët janë pak mbi peshë fillojnë prishjen e posturës ose keq qëndrimin edhe në mosha më të vogla, le të themi në mosha 6 apo 7 vjeç, sepse prishin strukturat e trupit dhe fillojnë edhe keq shkelin, gjunjët bashkohen me njëra tjetrën, këmbët mund të kenë pak më të hapura, legeni lëviz në një mënyrë rrotulluese, sikur ata po bëjnë lëvizje të vështira, deri tek krusja përpara të gungat estetike që dalin mbrapa qafës. Pra, le të themi që mosha
8 deri në 12 vjeç është mosha më ideale për të marrë konsultat e para dhe për të vazhduar konsultën çdo vit për problemet muskuloskeletike. Apo shohim sot tek fëmijët probleme që kemi parë dikur tek më të rriturit, ashtu si dhimbje qafe, fund shpine. Nuk është e njëjti trend ose e njëjta përqindje e njerëzish, do të them vetëm një përqindje e cilët një grup moshë të cilën e kam vënë re. Në vitet e mia të para të punës, personat të cilët kishin probleme të qafës dhe diagnostikoheshin me një qafë të drejtë në grafi, ishin të grup moshës 16, 17 e sipër. Dhe sot ne gjejmë fëmijë dhe të cilët kanë të njëjtat simptoma me adoleshentët të cilët sapo fillojnë punën, ose të them grup moshën tjetër, të cilët më përpara njerëzit të cilët dhimbjet e para muskuloskeletike mund t'i hasin gjatë kohës që fillonin punën atë para, pra nga bankat e shkollës mund të fillonin punën e parë të tyre dhe trupi përshtatet me këto ndryshime. Tashmë të tilla problematike i ke tek 10-12 vjeçarët. Pra kemi një ulje të grup moshave dhe problematikave në mënyrë drastike në një kohë shumë të shkurtër. Dhe ka shumë raste të cilat ne nuk po arrim ta kuptojmë që kjo gjë është duke ndodhur. Çfarë duhet bërë për ta parandaluar? Aktivitet fizik. Aktiviteti fizik është një ndër të vetmet mënyra për të eliminuar të gjithë problematikat të cilat ne jemi duke ja shkaktuar vetes. Aktiviteti fizik do të ndihmojë që trupi të jetë gjatë kohës në lëvizje, të jetë gjatë kohës fleksibël, fëmijët të jenë sa më shumë të koordinuar në lëvizjet që bëjnë, sepse sot shoh shumë fëmijë të cilët nuk e kanë një koordinim të mirë, i largojnë ndaj veseve të këqija, ndaj ekraneve, pafund gjëra të cilat mund të bëjnë edhe argëtime. Unë gjatë gjithë kohës në këshillat e mia them që mjafton vetëm 10 deri në 15 minuta argëtim vetëm me prindin brenda mureve të shtëpisë, pra me mjete rrethanore, nuk është nevojë me bë sporte të cilat patjetër që të hanë kohë dhe të harxojnë nga ana monetare. Por ka mjaftueshëm gjëra, lojra popullore të cilat fëmijët mund të bëjnë në përditshmërinë e tyre. Për të hapur një temë tjetër, ku shpeshherë diskutohet problemi i çantave të shkollës, të cilat janë goxha të rënda, dëmtojnë pjesën e trupit, dëmtojnë pjesën e qafës. Kjo është një problematikë e cilën nuk e kemi vetëm në Shqipëri, e kanë shumë vende dhe është evidentuar që peshat e çantës është shumë herë më e madhe se ajo e lejuara, që është diçka të 10 deri në 15% të peshës trupore. Por nuk është gjetur në asnjë lloj studimi një lidhje direkte ndërmjet deformimeve të kolonës dhe çantës. Dhe gjithë theksi vendoset tek mungesa e aktivitetit fizik. Pra, nëse këta fëmijë do kishin një aktivitet fizik më të lartë, do ishin shumë herë më të përgatitur për të mbajtur çantat e tyre. Po flasim brenda përqindjes së lejuar, por do ishin shumë herë më të përgatitur për mos të kërkojnë 10 deri në 15% të peshës trupore. Kjo është pesha e lejuar e çantave. Çdo peshë më shumë se 10% që i peshës tyre trupore është një peshë e cila dashur pa dashur është duke shkaktuar një problem muskular tek ata. Fillon ai problem muskular dhe nesër mund të përkthehet në një problem skeletik. Ti po flisje për prindrit që mund të bëjnë lojra popullore me fëmijët e tyre, por kemi edhe nga ato prindër që shpesh i lejnë në telefon dhe thonë çfarë po i bën telefonash ai, çfarë do t'ju thotë t'ju? Nuk të mbyllet goja, nuk di se çfarë të thuash në tilla raste, por problemi është që unë mendoj që duhet ndërgjegjësuar prindrit radh parë, pastaj fëmijët. Dhe shpeshherë kur kam konsulta të kësaj natyre, 5 minutë apo 10 minutë që i parë bisedash është patjetër me prindrit për të kuptuar nëse ky prind që kërkon nga fëmia e tij të rrisë sa më drejt, çfarë është duke bërë, sepse unë shpesh në pyetjet e mia kur është çfarë problemi ke, kam një keqëndrim, nuk më pëlqen mënyra si mbaj qafën, kam një dhimbje. Pyetja tjetër pastaj është sa kohë ke me këtë problem? Kam më shumë se 2-3 vite. Çfarë ke bërë në këto 2-3 vite? Asgjë. Pra, konstatimi që kanë prindrit apo dhe fëmijët në problemet e tyre është një neglizhencë shumë e madhe për të pritur 2-3 vite për të konsultuar me një specialist të fushës për të marrë këshillat e duhur. Celulari ka dëmet e veta dhe pak më parë thash që disa nga okulistët që nuk kanë folur e krahasojnë atë me llojin e drogave, pra shkaktohen problematika në trurin edhe në zhvillimin e fëmijës që janë të barabarta me substancat narkotike nëse kalohet kjo lloj mase e lejuar. Unë mendoj që fëmijët nuk duhen privuar nga të rejat e shkencës
por patjetër që duhen limituar. Dhe bashkarisht bashkë me prindin duhet të luftojnë që të krijojnë një kohë për çfarë lloj gjëje. Kohë për pjesën e ekraneve, kohë për ushqimin e shëndetshëm dhe kohë për aktivitetin muskuloskeletik i cili do jetë shumë i rëndësishëm për zhvillimin e tij nesër pas nesër. A kanë vazhduar prindit të ndërgjegjësohen për këtë gjë? Unë them që prindrit janë më të merakosur, por nuk mund të them dot që janë të ndërgjegjësuar dhe e dinë se çfarë rreziku i kanoset fëmijëve të tyre. Por le të themi që janë më të shqetësuar, sidomos prindërit e rinj, sepse rrjetet sociale, media ka bërë të vetën të cilët ata shikojnë gjatë gjithë kohës. Më parë nuk e kam pasur këtë informacion. Jo më larg se sot un kam pas vetëm 3 vizita nga prindërit të cilët kishin dëgjuar mesazhet e mia nëpër media. Dhe kjo gjëja ka filluar të tërheqë vëmendjen dhe patjetër kanë vendosur të bëjnë konsultat e tyre të para. Por që mendoj se do jetë gjatë gjithë kohës në rritjen ndërgjegjësimi i prindërve për të bërë vizitat e mundshme fëmijëve, por shoh një ngërç pas kësaj vizite. Çfarë duhet bërë me fëmijët? Pra nëse ti jep këshilla që fëmia duhet të shkojë drejt një aktiviteti fizik, justifikimet janë të mëdha. Është larg, është trafik, nuk di, nuk kam asgjë afër. Jo, po ky djali nuk e pëlqen notin, edhe ngelen vetëm me një disiplinë. Një ndër këshillat që jap shpeshherë është që fëmijët duhet ndryshojnë sa më shumë disiplina të mundën. Nëse kanë bërë një 6 mujar apo një vjeçar not, le ta kthejnë në gjimnastik, le ta kthejnë në futboll, në basketboll, karate, çfarëdo lloj disipline që fëmia mund të dojë të eksperimentojë, përkundërse duhet të jetë i shtyr nga prindi që të eksperimentojë sa më tepër disiplina, do jetë shumë herë më i zhvilluar. Postura e keqe ndikon vetëm tek shpina apo ka dhe ndikime të tjera? Postura e keqe ndikon zinxhir që nga pjesa e kokës deri te këmbët ose anasjelltas. Çfarëdo lloj keq shkelje dhe një posturë e keqe, nëse do ta quajmë kështu, të shputës, ndikon direkt te pjesa e shpinës dhe te pjesa e qafës. Pra, nëse trupi funksionon si një zinxhir, nëse disa hallka të këtij zinxhiri fillojnë të prishin e dalin jashtë parametrave të tyre, patjetër që ndikohet gradualisht edhe në hallkat e tjera më poshtë. Kështu që postura është një ndër shkaktarët më të mëdha të problemeve të dhimbjeve të qafës, të marrjeve të mendve, të ngarkesave në zonën e supeve, të dhimbjeve të mesit dhe gjithashtu të mungesës së fleksibilitetit të gjymtyrave të poshtme. Tek të rriturit, puna 8 orarëshe në kompjuter është kthyer në normalitet. A është ky një kurth për trupin? Unë mendoj që nuk e di nëse njoh në një që punon 8 orarësh. Ti për vete 8 orarësh punon apo të mbajnë jashtë orarit punës? Jo, 8 orë. 8 orë, e sigurt, okay, mirë, po mbron pronarët. E mora vesh. Atëherë, duke shtuar vetes shumicën e periudhës të cilët ne rrim ulur, nëse jemi 6 deri në 8 orë të detyruar të rrim ulur për shkak të punës, mendoj që ne jemi duke i shkaktuar vetes një dëm shumë të madh me orët e tjera të cilën ne bëjmë në përditshmërinë tonë. Një ndër këshillat që jap shpesh është të paktën çdo 60 minuta duhet të lëvizësh një 5 apo 10 minutë, duke përdorur truke të vogla, të vesh të pishujt, të largosh celularin, të ngrihesh, të qarkulloj gjaku, të shkrythesh dhe trupi të jetë më i regjeneruar për orën tjetër që të pret. 8 orarëshi është nuk mund të them dot që është një ndër kurthet që ne po i bëjmë vetes apo një ndër problematikët më të mëdha që i bëjmë vetes, por duhet dim se si ta menaxhojmë këtë 8 orarë që ne të jemi të freskët. Studimet kanë treguar që njeriu është shumë herë më i kthjellët, më i ndërgjegjshëm dhe më produktiv më me pak orë. Shpeshherë 8 orare sipër, ndonjëherë orët janë orë të cilat nuk janë shumë produktive. Jo vetëm për punën që bën, por edhe për fizikun që ke. Kështu që do sugjeroja punë me sa më pak orë të jetë mundur. Me 4 orë. Unë doja të di me 4 orë, por nuk duhet kërkojmë që ata 4 orëshin të bëjmë dhe pushimin ndërmjet, përdorim çik celularin, po themi 4 orë produktive. Unë doja të di se cilat janë shenjat e para që jep teknologjia dhe kur janë këto shenja që duhet të shqetësohemi, cilat janë shenja që duhet të shqetësohemi. Dhe unë do të ndryshoja çik pyetjen tënde, do bëj sikur më pyete, çfarë do ndodhi me trupin e njeriut pas disa vitesh. Po të pyesim se çfarë do ndodhi me trupin e njeriut, vazhdojnë ka hulumtime apo ndoshta e ke në skaletë dhe ta bëra pyetjen para kohë. Mendoj që në shumë vite nëse paragjykojmë se si do jetë trupi
më themi që fizikisht trupi i njeriu do jetë i prirur ndaj një qafe të drejtë të çuar përpara. Edhe kjo është ndër shenjat që ne po kemi dhe duhet ta bëj krahasimin e tanishëm me atë më vonë edhe duke lidhur me pyetjen që ti më bëre. Supet e kthyer nga brenda. Është menduar që pas 3000 vjetësh të kemi një prototip njeriu ku bryli do jetë i kthyer 90 gradë ndaj gjërave që prek ndaj ekraneve, gishtat në formën e kthetrave dhe trupi i njeriu i krusur përpara. Pra, kjo është tipologjia e personit të cilët është menduar që do bëhet pas shumë vitesh nëse ne vazhdojmë në këtë mënyrë. Ashtu siç ka hamendësime që njeriu do evolojë shumë dhe duke evoluar shumë ndaj nevojave që do lindin në përditshmërinë e tyre, le të themi që është menduar që do kemi një person i cili do jetë me 4 gishta të këmbës. Gishti i fundit i këmbës ka dalë jashtë përdorimit nëpërmjet atleteve dhe kputëve të cilët ne po veshim. Ai e ka humbur totalisht funksionin biomekanik të tij. Dhe mendohet që nesër pas nesër do kemi një person i cili do jetë me 4 gishta, do kemi persona të cilët do kenë një masë truri më të vogël, sepse edhe kjo ka filluar të bëhet në vitet e fundit, nëse lexohet se çfarë kanë thënë studimet, kuptohet që truri në masi mendohet që është reduktuar, sepse ka zona të trurit të cilat nuk futen në punë për shkak të celularëve, kompjuterit të cilat krijojnë atë memorien që më përpara e krijonte truri. Pra, vetëm 2 detaje nga ana fizike të cilat nesër pas nesër ne mund të kemi një person të tillë. Ashtu siç nuk është e çuditshme që një e ardhme mund të na presë ndërmjet një personi robotik me një person biologjik, ku inkorporohen qipe të ndryshme në persona, të cilët mund të ndryshojnë pafund pjesën e ndryshimit të personit e të së ardhmes. A mund të korrigjohet një posturë e keqe apo mësohet trupi me atë lloj pozicioni? Postura modifikohet pothuajse sa herë që neve të kemi mundësi ta modifikojmë. Me kalimin e kohës, postura mund të ndryshojë qoftë edhe për shkak të ndryshimit të motit, për shkak të emocioneve që ne kemi. Dhe postura është shpesh herë ndryshueshme nga shumë faktorë të jashtëm. Por ne kemi të pamundur të ndryshojmë fakturën nëse problemi është real, pra është një problem kockor skeletik, i cili mund të na ndikojë në problemet e posturës që ne kemi. Ndërsa nëse kemi një problem postural, ajo është shumë në dorën tonë për të ndryshuar. Dhe duhet ta kthejmë në përditshmëri që postura jo e ndërgjegjshme të kthehet në një posturë të ndërgjegjshme. Çfarë gabimesh bëjnë më shpesh njerëzit kur kanë dhimbje qafe apo dhimbje mesi? Do më kaloj vetë. Kjo është ndër gjërat të cilat njerëzit shpeshherë mendojnë se kjo gjë do kalojë. Shpeshherë këshillat janë që pas një periudhe të caktuar kohore, nëse dhimbja nuk kalon, patjetër që duhet të marrim një këshill me mjekun specialist. Pirja gjatë gjithë kohës e ilaçeve për të mundur dhimbjen ato 6 apo 8 orë të efektit të ilaçit nuk është zgjidhja më e mirë e mundshme. Shpeshherë kemi dhimbje të cilat kalojnë me lëvizshmëri, edhe regjimi i shtratit është i kundërindikuar. Prandaj është e nevojshme që në hapat e para, brenda 24 apo 48 orëve të para, nëse dhimbja është shqetësuese dhe ne duhet të pyesim veten se çfarë shkallë dhimbje është duke na përshkruar nga 1-shit e 10-ta, dhe duhet të kuptojmë nëse kjo shkallë dhimbjeve sot ka qenë 4 dhe nesër po bëhet 6, atëherë është koha të cilët ne duhet të konsultojmë me mjekun. Nëse dje ka qenë 6 dhe sot është 4 dhe është duke reduktuar, atëherë mund të jetë një dhimbje e cila mund të jetë momentale si pasojë një lëvizje apo një ngërçi muskular ose të një dehidratimi, le të themi, e cila gradualisht mund të kalojë. Por dhimbjet të cilat zgjasin më shumë se ç'duhet, pra zgjasin më tepër se 24 orë dhe të prishin cilësinë e jetesës, janë dhimbjet të cilat duhen konsultuar me mjekun specialist. Nëse do të jepni 3 rregulla të arta për familjet në epokën digjitale për të shpëtuar qafën, shpinën dhe posturën e keqe, cilat do ishin? Ato që ne sapo folëm, ulja e minutazhit të ekraneve, bërja e aktiviteteve fizike sa më shumë të jetë e nevojshme, dhe e treta, bashkëbisedimi me fëmijët për rëndësinë e këtyre gjërave. Lidhja e tyre të treja me njëra tjetrën me patjetër që do ta bëj fëmijët më të ndërgjegjshëm. Duhet të them një shembull, nuk e di nëse kemi kohën e përshtatshme apo jo.
Ishim për një projekt mbi deformimet e kolonës në një shkollë 9-vjeçare dhe njëri nga fëmijët i cili ishte një ndër fëmijët i cili nuk po bashkëpunonte për të kryer orën e fizikulturës, por në pamje dukesh një fëmijë më i madh se të tjerët, dukesh pak më i shnetshëm se të tjerët dhe ne menduam që ishte një ndër ata persona të cilët nuk do ishte kurrë bashkëpunues sepse dukesh një menefergis shumë i madh për moshën që kishte. Dhe më afrohet edhe më thotë, çfarë jemi duke bërë këtu? I thash, ne vim nga spitali, po bëjmë disa studime mbi deformimet e kolonës, duhet të shikojmë sepse kjo gjëja nesër pastaj mund të përkthehet në dhimbje. Unë kam menduar shpesh që nuk jam në rregull nga kolona. A mundem unë të bëj një vizitë? Po thash me kënaqësi patjetër. Zhvishet, e shohim dhe pasi vishet thot faleminderit, thot vetëm do prisni pak këtu thot sepse gjithë klasa tani do vi thot të bëj vizitën dhe të betohem ka marrë gjithë çunat e klasës dhe i ka thënë keni nevojë për të bërë këtë vizitën, hajdeni me mua sepse këta janë doktorët, këta vinë nga spitali, zhvishuni, mos keni turp, bëheni këtë vizitë sepse ju duhet dhe ai ka qenë promotori më i mirë i klasës për t'i bërë ata të tjerët të bindeshin që të bënin vizitën, sepse kishin ato ndrojtjet e tyre për të hequr bluzën fillimisht. Dhe ajo klasë ishte një ndër klasat me më shumë numra të cilat ne bëm vizita. Pra, në momentin që ne bashkë bisedojmë edhe e bindim që kjo gjëja ka të bëjë me benefitet e padukshme momentalisht, patjetër që njerëzit fillojnë të bashkëbisedojnë me fëmijët, bashkëbisedojnë me njëri tjetrin dhe do jetë shumë herë më produktive në të ardhmen. Tani unë të thash më parë që unë rrit 8 orë në punë, ulur në zyrë, si unë dhe shumë të tjerë mbas edhe më shumë. A mund na tregosh disa ushtrime që mund të bëjmë? Nga momenti që mund të rrim ulur, atëherë duhet mund të bëjmë bashkë disa veprime të vogla, të shkojmë sa më afër karrigës në cilën ne jemi pa u mbështetur dhe të kuptojmë se çfarë dëmi ka bërë trupi jon, duke e lëshuar veten të gjithë mbrapa dhe duke ardhur deri në një posturë shumë herë më korrekte. Pra, bërja e kësaj lëvizje njeh shumë më mirë në detaje dhe kush janë limitet e trupit për të qëndruar në fund. Dhe këshilla kryesore është që shpina duhet jetë sa më e mbështetur deri në fund që trupi të rrisë sa më drejt. Një ndër lëvizjet e tjera që mund të jenë janë rrotullimet e shpatallave dhe të supeve shumë ngadalë. Kjo gjë mund të bëhet një herë në 2 orë edhe një 10 minutë mund t'i ushtrohet patjetër këtyre lëvizjeve të lehta, duke vazhduar me lëvizjet e krave, të cilat mund të vendosen mbrapa kokës dhe koka mund të shtyjë duart mbrapa duke futur mjekrën brenda. Dhe në tillë pozicion duke hapur dhe brylat deri në maksimum që të shtrihet komplet pjesa e muskujve të kraharorit dhe pjesa e shtytjes së mbrapa të kokës të karshit duarve bën të mundur zgjatjen e muskujve të kokës. Të tilla lëvizje duke bërë dhe me mjete rrethanore që mund të marrim një shishe ujë, mund të marrim një shkop, të cilat mund të bëhen lëvizje brenda një kuadrati shumë të vogël, patjetër që mund të na mbrojnë në dhimbje të përhershme dhe të përditshme. Ashtu siç ka dhe lëvizje të cilat mund të bëhen në këmbë para tavolinës dhe sot mjafton të këshillohesh me një fizioterapist apo mjafton të gjesh sajtet e duhura për të marrë këshilla se çfarë mund të bësh brenda orareve tua të punës, atëherë puna do ishte shumë herë më produktive dhe sa më pak dhimbje gjatë orareve të punës. Enritu, të falenderoj shumë për gjithë këshillat e vlefshme që na the. Dhe shpresoj të jem gjithkohës këtu dhe të flasim vetëm për tilla tema. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.